Ty vendoset ikësh në Greqi? Po, i kanë në Greqi më shumë, jo se kisha, thash, të nevojshme, se ishim mësuar atë lloj jetese. Unë nuk isha as keq dhe as mirë, ishim midis. Pra nuk isha as tek ata që kishin përfituar nga sistemi, kishin një lloj jete, një lloj, por as nga ata që ishin të përsekutuarit e sistemit. Me që të gjithë iknin, bëra një grup bashkova me grup shokush dhe shkuava në Greqi. Nuk e di detin e kam pas frikë, të shkonin me gomonën, me kështu. Unë doja që kishe shumë siguri ku më shkel këmba diku dhe më duke i mali dhe pse ishte vështirë. Që nga skrapari ishe më i mësuar me malin. Do u thoja po jo, kishte plot skraparlin që ja futa dhe nga deti, po unë nuk i futa do detit në këmbë. Unë në këmbë mendoj që më mirë i futem malit se sa ti futem detit. Imagjino kur kemi ikë në fillim, klas 91-shin, 92-shin, nuk kanë qenë si sot shtigjet. Pra ishte akoma brezi i klonit, ishte ushtria shqiptare këtej, ushtria greke ande. Pra të dy, ufiri i ruaj në të dy krahët. Nuk ishte se sot që ti mund të lëvizësh lirisht. Do mundosh të ecje në sa më larg rrugëve të makinës. Do zgjidhje periudhën e muajit kur kishte hënë. Ne ruanim, doli hëna, afroi hëna e plot, erdhi koha për ti. Imagjino tani çfarë kështu ka qenë dhe imagjino si shkojnë sot me vizë, për turizëm shkojnë, kur i dëgjoj sot të rinj që thonë isha në Barcelonë, isha në Madrid, isha në Paris, imagjinon, duhej që të kapnin Grevenan, ose Kallabakën, se aty ishte stacioni i fundit i trenit në atë kohë, për të hyrë në Greqi, domethënë për të shpërndarën për Greqi, duhet vije deri atje. Dhe atje ishte një vend shumë i bukur, nuk e di sa filma e lut të Hollywoodit, ke parasysh Kallabaka është ai vendi ose Meteora një fitë, ai vendi me ato shkëmbinjtë e bukur që luajnë filmat e shumë, e Hollywoodi ka xhirur shumë filma. Dhe ai ishte një vend i mrekullueshëm, ne kishim mendje mos na kapte policia dhe më një radhë mbledhur fshehur diku. I kishim hyrë si duket në pronë një familje greke dhe fshehur prisim të vinte treni. Dhe një fëmijë shpëton nga dora prindit, edhe na afrohet neve, fëmijë i vogël. Dhe ishte, si duhet të ishte nëna, vetë ishte gru. Erdhi e mori dhe i tha, mos u largon më, i tha se do të hanë shqiptarët. Dhe aty e kam ndirë veten, domethënë nuk kishte si, domethënë edhe shumë jo thjesht i lënduar dhe i ofenduar, po dhe i turpruar. Shqiptarët në vend të gogolit. Pra që ne po na përdorin, shikoj, tha jo, mos më largon më se të hanë shqiptarët. Dhe ndërkohë kur kemi vajtur atje, kemi takuar grekët e parë, kemi filluar marrëdhënien e punës. Dhe mendoja që ne kishim lexuar për grekët e lashtë, për Athinën, për Spartën. Grekët si gjetëm ne atje, për Eskilin që ishin. Ne gjetëm ca fshatarë Ballkanës, thjesht kishin pasaportë europiane, po ishin Ballkanës ne. Që të bëni pyetje nga më të çuditshme, domethënë që nuk ishim më të lexuar se ne ishim prej hallit, thash nuk ishim mundësi tjetër, ishim shumë të lexuar, pjesa tjetër, por ata ishin në gjendje më të mirë ekonomike se ne. Dhe mbaj mend si i gjetëm në 91-shin dhe si i lam në 94-ën, që me njëherë për i krahut lirë të punës që erdhi nga Shqipëria, ata u pasuruan. Nuk është se shqiptarët se përdoret ato shprehje, shiko greku na ka mbajtur me bukë. Jo, më valla, se kemi kemi shërbyer, atje kemi bërë punën. Dhe në vend atë punë të madhe, atë energji që ne konsumojmë atje, do ta kishim konsumuar. Ku emrin e ndrove në Greqi? Jo, nuk e kam ndruar emrin atje dhe them edhe pse madje edhe vllai im që vazhdon të jetojë atje ka 3 dekada, nuk e ka ndruar emrin. Madje nuk ka, edhe sot nuk ka pasaportë greke. Fëmijët i kanë lindur atje, janë rritur atje dhe nuk ka pasaportë greke. U bina për një gjë në emigracion që çdo që të bëhem në emigrant. Pra unë s'isha në vendin tim. Isha i huaj atje. Sepse shikoja kur hyen bisedë me ta, në një moment që ti për shkak se çeri i lexoje i di që kur hyen bisedë me ata, ai nuk kishte argument. Debaton atë se mbyllur gojën u bëret i shqiptar. Dhe këtë e vuaja shumë këtë pjesë. Kudo që shkonim, pra në momentin e parë që ti filloje ballafaqim ose përplasesh atje, ne të kujtonin origjinën, të kujtonin statusin që ti je. Pra ti jemi ne vendalim. Ti je i ardhur, nuk më harrohet shpreha një greku që kam takuar në vitin e parë, mbaj mend emrin Theodos, si ishte emri i veçantë. Ai kishte qenë në Shqipëri si ushtar i ushtrisë greke 2 herë. Dhe ai thoshte kur kam dalë në mal të Moravës, nuk kam pa qytet më të bukur se Korça, pyesë si është Korça. E madje më Korçën e luftës së dytë botërore.
Kurse se ka ndryshuar shumë Foça. Edhe po Raport me qytetet e tjera. Nuk ka si me tjerët po. Dhe ai thoshte nuk kam parë qytet më të bukur. Dhe mbas si më tregoi që kishte qenë në Australi mbas luftës, pra kishte qenë emigrant aty. Dhe më thotë një gjë, shiko thot ju po qëndrohet këtu, ti mund të vishesh, mund të kesh për të ngrënë, mund të jetosh mirë, tha. Po i pasur këtu, tha, jam unë, nuk bësh do ti. Juve, tha, e kini pasurinë matanat i malit. Gjithsesi, kjo gjë, thash, më shërbeu edhe për të kristalizuar çfarë do bëj me veten time. Ty mendon se të kthesh? Era në Tiranë, punoja kamarier e turnit tret, ose kamarier e bankier. Para ishte koha e firmave piramidale. Shqiptarët mendonin që në fund të muajit kishin çuar 100.000 lekë do merrin 300. Dhe hanin e pinin lekë